Pas humbjes së rënd të vllait të Gjestit, atmosfera në shtëpinë e familjes ishte e mbushur me heshtje dhe dhimbje. Familjarët dhe të afërmit kishin qëndruar pranë nënës të tij, e cila mezi përballonte tronditjen e papritur. Lotët dhe trishtimi i saj flisnin më shumë se çdo fjalë. Në këtë moment të rënd, në derën e shtëpisë u shfaqën Luizi dhe Angelina, të cilët kishin ardhur për të shprehur ngushëllimet dhe mbështetjen e tyre. Takimi mes Angelinës dhe nënës së Gjestit ishte i ndjerë dhe shumë prekës. Ato u përqafuan fort, pa thënë asgjë për disa sekonda, sepse në momente të tilla fjalët shpesh janë të tepërta. Dhimbja e një nëne që ka humbur fëmijën nuk ka mas, por mbështetja, pranimi dhe prezenca e dikujt që e kupton peshën e kësaj dhimbjeje mund të sjellë qetësi të vogël. Sytë e nënës kishin lodhjen dhe pikëllimin e ditëve të vështira që ajo po përjetonte. Ndërkohë, Gjesti dhe Luizi qëndronin të ulur pranë njëri tjetrit, të heshtur, por të lidhur nga ndjenja e respektit dhe dhimbjes së përbashkët. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë mes tyre. Luizi u pa disa herë duke i vendosur dorën në shpatull Gjestit, një gest i thjesht, por me peshë të madhe mbështetjeje. Në situata të tilla, pranimi dhe solidariteti vlejnë më shumë se çdo bisedë gjatë. Për familjen e Gjestit, kjo vizitë nuk ishte thjesht një akt formaliteti, por një shenjë fort njerëzilluku. Të kalosh pragun e një shtëpie të goditur nga humbja kërkon kujdes, dhe Luizi me Angelinën ruajtën një sjellje të qetë, të përulur dhe plot respekt. Ata dëgjuan, qëndruan pranë dhe nuk tentuan të marrin vëmendjen, por përkundrazi u bën pjesë e dhimbjes së familjes. Në ditët kur humbja bie si një peshë e rëndë mbi zemër, kujtimet, përqafimet dhe pranimi bëhen mbështetja më e madhe. Historia e kësaj vizite tregon se edhe në botën ku shpesh mbizotëron zhurma dhe komente, ka ende vend për gjeste të thjeshta, njerëzore dhe të sinqerta, sepse dhimbja ndahet dhe kur ndahet, bëhet paksa më e lehtë për t'u mbajtur.